Gjykimi i Sulejmanit, paqja e Allahut qoftë mbi të. Në biografinë e Hazretit Sulejmanit, paqja e Allahut qoftë mbi të, gjejmë dhe një histori që ka të bëjë me ndjenjat e nënës. Dy nënave, teksa po punonin tokën, u rëmben ujku njërin prej foshnjave të tyre. Të dyja u grindën se kujt i përkishte foshnja e mbetur. Për ta ndarë këtë çështje, ato vajtën tek Hazreti Davudi, paqja e Allahut qoftë mbi të, i cili ia dha foshnjën më të madhës. Më pas vjen Hazreti Sulejmani, paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe i pyet gratë mbi gjykimin e Davudit, paqja e Allahut qoftë mbi të. Pasi i treguan, ai u tha: "Jo, kjo çështje do të zgjidhet ndryshe. Do të marr një thik, do të ndaj foshnjën për gjysmë dhe secilës do t'i japim njërën gjysmë." Në çast, nana e vërtetë e foshnjës brofi dhe tha: "Jo, të më mëshiroft Zoti, le ta mbaj ajo foshnjën." Sulejmani i tha: "Atëherë ai që ka fëmia yt." Hazreti Sulejmani, paqja e Allahut qoftë mbi të, e kuptoi se vetëm nga nëna e vërtetë mund të shpërthejë ndjenja kaq altruiste. Këtë ndodhi e ka përmendur edhe Kurani famulart. Lidhur me personin që merret me edukimin e fëmijëve, profeti, paqja qoftë mbi të, thotë: "Ai ka shpërblimin e agjëruesit dhe të atij që falet natën." Për kujdesja që tregon nana për fëmijën, ushqimi me qumësht të pastruarit, zgjimi kush e disa herë natën e tjerë, të gjitha këto shpërblehen një lloj si shpërblehet një person që agjeron ditën dhe falet natën. Nëse kjo përkujdesje zgjat për 2-3 vite, këto vitet konsiderohen si kur ke agjeruar ditën dhe je falur gjithë natën, dhe kjo për çdo foshnjë që ke lindur dhe ke rritur. E kush është ai që agjeron dhe falet kaq shumë? Vetëm nëna e fiton këtë shpërblim dhe sevap kaq të madh. Në të gjithë librat hyjnor janë cekur momente nga misioni i nënave. Zoti thot në Kur'an lidhur me nënën e Musait, paqja e Allahut qoftë mbi të: "Kështu ne e frymëzuam nënën e Musait, i jepi gjë atij." Panorama e një nëne duke ushqyer me qumësht foshnjën e saj duhej patjetër të regjistrohej në Kur'an, pasi është diçka madhështore. Nëpërmjet ndjenjave të nënës, ne arrijmë të perceptojmë pak a shumë edhe 99 pjesët e tjera të mëshirës dhe të dëmshurisë hyjnore.